mos vendimi i gjykatës kushtetuese tregon që të 8 gjykatës deri diku kanë qenë dakord e fakti që ka një vakum në kodin e procedurës penale krijuar pas ndryshimeve kushtetuese për imunitetin vitin 2012. Por fillimisht të ndjekim pak sot rrëfimin live të Edi Ramës dhe pranimin se tashmë përballë tij nuk është Mos Ali Berisha, por është SPAK. Ndjekim kronikën. Kryeministri Edi Rama pasi e vuri firmën e vet mbi ndryshimet që do të ndodhin në vijim, ishte po vetë që bëri sqarimin e tyre në një mbledhje të grupit parlamentar socialist. Kufizimi vendosi së masës së pezullimit për disa funksionarë të lartë të shtetit janë thelbi i ndryshimeve të propozuara. Pezullimi nuk cënon personin, i cili prezumohet që është në një proces hetimi. Pezullimi cënon funksionin. Në momentin kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet thjesht vajtja në punë e një individi, pezullohet puna e një institucioni. Kushtetuta e vendit vjoj Rama parashikon ndarjen dhe balancimin e 3 pushteteve dhe jo mbi zotrimin e një pushteti mbi të tjerët. Ne jemi të pavarur në të drejtën për të marrë vendime. Vendimet tona janë sovrane dhe nuk ka prokuror dhe nuk ka gjykatës që t'i vërin diskutim dot. Për sa kohë janë vendime të cilat nuk burojnë nga qëllime të pashpallura. Ndryshimet në kodin e procedurës penale do të ndodhin megjithatë pasi çështja Belinda Ballukut, imuniteti i saj të marrë përgjigje nga Kuvendi, dhe kjo do të ndodhë më 23 shkurt kur është vendosur të mblidhet Këshilli i Imuniteteve dhe përgjigjen finale do e marrë më 5 mars kur do të votohet në parlament. Rasti konkret është në proces në Kuvendin e Shqipërisë dhe do trajtohet me gjithë përgjegjësinë që ne kemi si shumicë qeverisë. Parlamenti do të shprehet përpara për imunitetin dhe më pas do të kalojë në votë ky ndryshim. Në këtë mbledhje Rama zbuloi për herë të parë se zëvendës kryeministri Balluku ka paraqitur 3 herë dorëheqje, por ai shtoi se ajo nuk mund të pranohet deri në një moment të caktuar. Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. Një herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që e kam refuzuar dorëheqjen. Unë nuk e pranoj dorëheqjen deri kur të plotësohen kushtet. Dhe se kur plotësohen kushtet nuk e përcakton dot as prokurori, as gjykatësi i seancës paraprake, as media dhe as gjyqi popullor. Por deri kur është ky moment, ndërsa është vendosur dhe data për shqyrtimin e imunitetit të Ballukut, të hënën e javës ardhshme? A është ky një sinjal për ndryshime të shpejta në kabinetin qeveritar? Përgjigja ndoshta nuk do të vonojë për tej sejntes, kur ai do të udhtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërkohë janë 2 funksione që nuk kushtrohen. Ai i numri 2 të qeverisë, që është i vetmi që mund të hedhë firmë për vendime në Këshillin e Ministrave, dhe ministri të infrastrukturës dhe energjisë. Meçar, po nis me ty, sigurisht që ka dhe intrigë politike për cilën do flasim, pasi paralemrimi i Ramës për një dorëheqje cilën e ka refuzuar, por jo, por njëkohësisht edhe nuk e ka refuzuar, pra ka në tavolinë dhe pritet që ta pranoj në një moment siç ai kur duam ne, jo kur duan të tjerët, e para, dhe e dyta, caktimi i datës 23 shkurt, pra këtë të hënë i Këshillit mandateve, sigurisht që këtu sjell intrigën politike pasi është ajo dilema të shkosh në mbrojtje numrin 2 të qeverisë apo të shkosh në mbrojtje imunitetin e një deputeti thjesht. Dhe sigurisht kjo pastaj hap atë kutinë e Pandorës për ndryshimet politike brenda një qeverie e cila në fakt nuk ndryshoi shumë pas 11 majit, por fakti që sot Rama del dhe deklaron që me firmën e vet ka dorëzuar këtë ndryshim në kodin e procedurës penale, është momenti ku ai përballet me realitetin apo. Cilin ja kemi paralemruar për ndoshta më shumë, ose që të paktën që nga momenti i arrestimit të Erion Velis, dhe deri më sot, u duk qartë tashmë se përballja ishte reale. SPAK-u, dhe mos i vëmë emrat përveçëm, por midis pushtetit politik dhe ekzekutiv dhe atij gjyqësor. E kemi trajtuar shpesh herë këtë problem, e kemi trajtuar dhe kemi i rënë alarmit për atë Republikën e prokurorëve, ku vije kuqe e hapësirës ligjore për prokurorët që ka përzyer disa herë,
duke sjellë probleme serioze në politikën shqiptare, duke u bërë palë në politikën shqiptare. Gjitha akti sotëm është një akt procedurale ligjor, duhet thënë, sepse vjen me njerë mbasi gjykata kushtetuese me vendimin e saj e xhblokoi në fundit aksionin politik. E mbante peng me vendimarrjen e vet, e cila do të jepte një drejtim ligjor, o do ta shpinte në një krah, o do ta shpinte në krahun tjetër, por do mirte një vendim. Fakti që nuk mori vendim, përfundimisht, situata politike u zhblokua në vendimarrjen politike dhe kur ne ishim radhën e parë këtu, ne debatuam dhe thamë që tashmë gjykata kushtetuese i hapi rrugë me atë paaftësinë e vet, duhet thënë, i hapi rrugë zgjidhjes politike tani, nuk ka rrugë tjetër përveç se zgjidhjes politike. Dhe tashmë jemi pikërisht në atë moment të dhuruar nga gjykata kushtetuese që politika, dhe në këtë rast politikën vendimarrëse e ka qeveria, e ka Partia Socialiste, të jetë në aksion politik për t'i dhënë zgjidhje një problematike që ka kohë që vazhdon. Ne prej kohësh e kemi debatuar që në 242 të pikën që ka të pezullimit ishte një apendiks i harruar prej kohësh ku nuk ishte ekspert kushtetues që e pranonte si logjik, sepse ishte vërtet ndryrje në pushtetin e tjetrit. Ishte vërtet kapërcim i gardhit tat, i territorit tat. Dhe këtë gjë ne kemi debatuar. Nuk është se Rama sot tha gjëra të reja që si kishim dëgjuar ndonjëherë. Në fundit bëri koncentrat, bëri një përmbledhje të gjithë atyre që ne kemi debatuar. Dhe në qoftë se këto shprehje ne i kemi përdorur, ja pikërisht to që thonte Rama sot, nuk ka ndryrje në procesin e hetimit, se nuk ka ndryrje në procesin e hetimit kjo. Ne në 242 nuk ka ndryrje në procesi e hetimit vazhdon, siç ne e dimë mjaft mirë që vazhdon. Mua më bëri përshtypje një gjë, me që tek do flasim ndoshta edhe më vonë, po me që mendojnë që kjo ka një kontekst sektuar politik për shkak të asaj që nuk ndodhi në gjykatën kushtetuese, pra ati 4x4 që të famshëm. Në ndryshimet e kodit të përfshin anëtarët e gjykatës kushtetuese. Arbër. Unë besoj që kale le ta përfundoj. Meqense në ndryshimin e kodit, po të shikosh, u përfshin të gjithë institucionet kushtetuese. Jo të gjithë. Një pjesa dërmuese, unë besoj që pjesa... Do të thonë logjika është që çfarë janë institucione kushtetuese, nuk mund të ndryjë prokuroria, nuk mund ndryjë prokuror ose gjyqtar di godas. Ato kanë një mandat shumë special se prandaj janë kushtetuese. Dhe kjo ishte logjika e ndrymit sot. Unë besoj që tani ti them gjëra të troçe dhe ashtu siç i shikojmë unë të paktën, një pjesë e atyre institucioneve të cilat janë kushtetuese janë futur për garnitur, të paktën për mendimin tim. Pra unë nuk besoj se ka pasur një konspiracion nga ana e prokurorisë posaçme që të pezullojnë avokatin e popullit të sapo zgjedhur ose presidentin e Republikës. Jo, ideja është duhet ta lëmë në vullnetin e mirë të, apo duhet marrim kjo antarë gjykatës kushtetuese pastaj këtu kanë dilemat e mira. Presidenti i Republikës nuk mban përgjegjësi sipas kushtetutës për akte të nënshkruara gjatë ushtrimit të detyrës së tij dhe për dekretet, për aq kohë sa presidenti i Republikës nuk mban përgjegjësi për aktet të nënshkruara dhe dekretet, sigurisht. Po për gjërat që ka bërë përpara, ka nënshkruar përpara? Po patjetër që nëse presidenti i Republikës çmendet një ditë dhe vret gruan. Jo, nuk fola për këtë. Tash kur nuk ka qenë presidenti i Republikës. Sigurisht që ai do mbaj përgjegjësi penale në qoftë se pezullimi lidhet drejt për së drejti me detyrën. Në qoftë se ka kryer një vepër penale që nuk lidhet me detyrën, por që e ka kryer përpara se të merrte detyrën, s'ka nevojë që të pezullohet. Kjo s'ka as logjik. Kështu që për të bërë një retrospektivë tani. Logjika është një gjë. Unë jam dakord me logjikën, po pastaj logjika është një gjë dhe pastaj ç'a ndodhi në gjykatë kushtetuese është gjë tjetër.